Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju, mbi familjet tuaja dhe mbi mbarë besimtarët anë kënd botës kudo që jetojnë dhe përprojnë. Vëllezër dhe motra, jemi në këto ditë të bekuara të Dhul-Hijjes, ditët më të mira të vitit, të cilat zbukurohen, stolisen me ibadetet e ndryshme. Dhe një prej ibadeteve më madhështore që i zbukuron këto ditë e para së gjithash i njom zemrat tona është ai i dhikrit, i përmendjes së Allahut të Madhërisht. Dhikri nuk është çfarëdo adhurimi, është adhurimi burimor, kryesor, sepse Allahu pikërisht për këto ditë thotë: "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat", dhe ta përmendin Allahun në ditët e njohura apo të caktuara. Pra konkretisht bëhet fjalë për ditët e Dhul-Hijjes. Një prej kërkesave të Allahut në raport me këto ditë bekuara është përmendja e tij e shumtë, duke i njohur gjuhët tona dhe duke i qetësuar zemrat tona. Dhikri nuk është thjesht adhurim, por është jetë. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuru rabbahu, mathalu al-hayy wal-mayt." Shembulli i atij që e përmend Allahun, e përkujton atë me dhikur, dhe i atij që nuk e përkujton Allahun me dhikr është sikur se shembulli i të gjallit me të vdekur. Pra, kjo nuk ka të bëjë thjesht me mbarvajtje jetësore, por ka të bëjë me ekzistencë, në kuptimin metaforik apo në kuptimin përmbajtësor. Ajo që realisht shpirtin e njeriu të mban gjallë është përmendja, dhikri, përkujtimi i Allahut, përkujtimi i Krijuesit. Dhe jo më kot Allahu kur i vlerëson besimtarët e tij në Kur'an, ndër të tjera thotë: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah", ata që kanë besuar dhe zemrat e tyre i kanë qetësuar me përmendjen e Allahut. Dhe pastaj vjen konfirmimi nga ana Allahut se një gjë e tillë është e pakontestueshme, duke thënë: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", dijeni mirë se me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Pra ajo që më së miri i qetëson zemrat e njerëzve është përmendja e Krijuesit. Zemra frymon lirshëm, kënaqshëm dhe lumturohet atëherë kur e përmend atë që e krijoi atë. Dhe ditët më të bekuara për ta bërë një gjë të tillë, njërën anë për ta ushqyer shpirtin tonë, në anën tjetër për ta madhëruar Zotin tonë, janë ditët e Dhul-Hijjes. Në këto ditë, në këtë sezon madhështor të përfitimeve të shumta, preferohet që sa më shumë të shtohen dhe të shpeshtohen përmendja e Allahut me të gjitha llojet e përmendjes. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid", andaj shpeshtoni sa më shumë që të keni mundësi dhikret, sikur se është tehlili, fjala la ilaha illallah, tekbiri, fjala Allahu akbar, dhe tahmidi, fjala alhamdulillah. Pse specifikisht këto tre mënyra të përmendjes janë përmendur nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam? Sepse tehlili apo fjala la ilaha illallah shpëton. Është formula e gjithë fesë. Është ajo mbi të cilën ndërtohet edhe feja si mesazh, si sistem, por duhet të ndërtohet edhe fetaria jon, pra manifestimi i kësaj feje. Dhe fjala la ilaha illallah, sa më shumë që shpeshtohet në këto ditë, aq më tepër garantohet shpëtimi nga kjo botë para botës tjetër, sepse kjo fjalë, shpeshtimi i saj, përmendja e vazhdueshme e saj, nuk lejon që në zemrat e besimtarëve të mbetet diçka prej sëmundjeve eventuale, nga mendjemësia, nga hipokrizia, nga zilia, nga dashuria e pakuptueshme apo e tepërt pas dynjas dhe shumë sëmundje tjera, sepse një zemër që vazhdimisht njomet dhe ushqehet me fjalën la ilaha illallah, ajo nuk lë asnjë hapësirë dhe mundësi që të deportojë në të diçka prej sëmundjeve të përmendura. Pastaj tekbiri. Çfarë është tekbiri? Kur themi Allahu akbar, pse specifikisht me këtë fjalë e madhërim Allahun? Sepse na kthen në realitet. Fjala Allahu akbar është fjala që të trondit, por pastaj ta shton besimin në Allahun e Madhërisht, sepse të kthehet në realitetin e pamohueshëm dhe të pakontestueshëm. Për këtë arsye Allahu në namaz ka obliguar që të hyjmë me tekbir. Ndonse për çdo vepër të mirë ne themi bismillah, por namazin nuk e fillojmë me bismillah, e fillojmë me tekbir, me Allahu akbar, sepse kjo na lidh në mënyrë të drejtë për drejtë me atë që është më i madh. Më i madh se sa problemet tona, më i madh se sa nevojat tona, më i madh se sa pasuria jonë, më i madh se sa familja jonë. Allahu është i plot fuqishëm i absolut. Edhe brenda namazit, gjatë kryerjes së akteve të adhurimit, siç janë rukut, sejdët e kështu me radhë, ne këto i bëjmë përmes tekbireve. Në qoftë se për gjatë namazit ne mund të
çorientohemi apo të dekoncentrohemi janë tekbiret ato që na kthejnë në realitetin e përjetimit namazit. Dhe këtë në fund është tahmidi, fjala alhamdulillah, sepse kjo e shton lumturinë e njeriu, e bën që të jetë mirënjohës, falënderues për gjitha mirësitë e Zotit ndaj tij. Shpeshtimi i këtyre thesareve të xhenetit përgjatë këtyre ditëve janë mbjellje e vazhdueshme e arave në xhenet, nga se pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që në xhenetet e Allahut ka hapësira prej arave, prej parcelave të xhenetit. Në to nuk ka pallate, në to nuk ka ndërtime, përmes asaj që ne e mbjellim në dynja duke e madhëruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe një prej mënyrave dhe formave që ne mund të përfitojmë ditën e gjykimit, të ndërtojmë pallate, të ndërtojmë ndërtesa të xhenetit, pa krahasueshme me ato të kësaj bote, është përmes shpeshtimit të dhikrit përgjatë këtyre ditëve të bekuara. Ndaj besimtarët e Allahut, këto ditë të Dhul-Hijhes mos na shkojnë si ditë zakonshme. Mos t'i kalojmë thjesht si diçka rutinë, por t'i përmbushim ato dhe t'i pasurojmë ato me ibadete të shumta, në veçanti me dhikr. Dhe fatmirësisht, dhikri është një ibadet që nuk kushtëzon as abdes, nuk kushtëzon as kthim nga kibla, nuk kushtëzon as ndonjë veshje caktuar, as diçka tjetër përpos njohjes së gjuhës me përmendjen e Allahut dhe qetësimin e shpirtit me përjetimin e saj. Pra dhikri që bëhet gjatë këtyre ditëve nuk është thjesht një përshpëritje gojore, por është qetësim shpirtëror dhe jep frytje të menjëhershme. Besimtarët që janë të prirur për të bërë dhikr sa më shumë, janë të qetë në shpirt, dinë t'i bëjnë zgjidhje problemeve të tyre. Dhe këtë bekim për gjatë këtyre ditëve të Dhul-Hijhes e reflektojnë edhe gjatë ditëve tjera. Prandaj dy sezone për gjatë gjithë vitit janë sezonet që besimtari mund të përfitojë sa më shumë që është e mundur. Sezoni Ramazanit, për një muaj Ramazan, në veçanti në 10 netëshin e fundit, që janë 10 netët më të mira të vitit, dhe sezoni i ditëve të Dhul-Hijhes, që realisht janë ditët më të mira të vitit. Shfrytëzimi i këtyre dy sezoneve e imunizon besimtarin, i jep një energji të pashembull, që përmes tyre pastaj ai është në gjendje që ta vazhdojë gjithë vitin me një kënaqësi shpirtërore, me një vëmendje maksimale në raport me Allahun, në raport me përgjegjësitë ndaj tij. Pastaj i krijohet një lloj dashurie e veçantë në raport me pejgamberin e tij, në raport me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sepse përjetimet përgjatë këtyre ditëve të Dhul-Hijhes bëjnë që ai njeri të ndjejë diçka që nuk e ka ndjerë asnjëherë më parë. Dhe sekondemi, ai nuk dëshiron që ta humbë këtë mirësi, por dëshiron që këtë përjetim, këtë shije, këtë kënaqësi ta ketë përhershme përgjatë gjithë vitit. Lutim Allahun e Madhërisht të na bëjë për besimtarëve që i shfrytëzojnë këto ditë bekuara, që e njohin gjuhën e tyre me përmendje, përmendjen e Allahut të Madhërisht, dhe para së gjithas që i qetësojnë shpirtat e tyre dhe i shpëtojnë zemrat e tyre në këtë botë dhe në botën tjetër, pikërisht përmes madhërimit të Allahut nga gjithë ibadetet e ndryshme, në veçanti përmes dhikrit. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju bekoft, dhe gjitha të mirat, të paqen në këtë jetë në botën tjetër dhe gjitha adhurimet u apranoft.